Gjykata dhe qeveria e Kosovës vazhdojnë të jenë më neglizhente sa i përket qasjes në dokumente zyrtare, por as pak më mirë nuk janë as komunat e Fushë Kosovës, Prizrenit dhe Pejës. Kështu është thënë në një raport të Qendrës për Politikë dhe Avokim. Në një tërheqje të organizuar të mërkurën nga kjo qendër janë dhënë edhe rezultatet e monitorimit për qasjen në dokumente zyrtare, ku del se qeveria e Kosovës vetëm 50% të kërkesave u është përgjigjur pozitivisht, komuna 35, ndërsa gjykatat vetëm 22. Deputeti nga radhët e LDK-s Sadri Ferrati, antar i Komisionit për Arsim, Kulturë, Rini, Sport, Administratë Publike, Qeverisje Lokale dhe Media, ka thënë se në Kosovë legjislacioni është i avancuar dhe siguron të drejta qytetarit që të ketë. Ne nuk kemi informacione se ndonjë palë që është mohuar drejta ka proceduar matutje sepse ligji është shumë decisiv për sankcionimin e institucionit dhe të individit përgjithës. Pra parashikohen dënime dhe është decisiv, sa për institucionin, sa për individin. Dhe unë mendoj kish me qenë shembull i mirë sikur të ishin proceduar disa prej kërkesave, të kish kuptuar institucioni, lideri dhe zyrtari se po gjobitet, ashtu siç parashikon ligji, ndoshta kish më ndihmuar akoma më tepër kësaj çështje. Nga ana tjetër, Arben Ahmeti, kryetari i Asociacionit të Gazetarëve e Profesionistë të Kosovës, ka thënë se këtë duhet të flitet për gazetarët në qasjen e dokumenteve zyrtare dhe jo qytetarëve. Sipas tij, sikur të kishin qenë statistikat e AGPK-s që në 60% të gazetarëve institucionet janë përgjigjur pozitivisht, asociacioni do të kishte vlerësuar. Sot qeveria e Kosovës po pretendon me hyrë në librin Guinness si qeveria e vetme e cila nuk ka zëdhës. Është gati të e përfundu mandatin pa pas zëdhës. Unë shpresoj që kanë me pas mandat gjatë, po qysh po e shohën e këta kanë vendos me përfundu me qenë qeveria e parë në histori, e cila ka fillu e ka përfundu punën pa pas zëdhës. Çka na tregon puna e zëdhënësit? Nuk është që e pamundson punën e gazetarëve. Punën e gazetarëve nuk e pamundson as kodi penal me nenin 37-38 që i kërcënon çdo ditë me burg gazetar. Punën e gazetarëve nuk e pamundson mos transparenca e institucioneve. Dhe institucionet duhet me pas qartë se sa më shumë që të mbyllen, çaq më shumë kanë me pas presion për gazetarët. Nga ana tjetër, Majlinda Lulaj, përfaqësuese e avokatit të popullit, ka thënë se qasja në dokumentet publike i bën institucionet më të përgjegjshme. Qasja në dokumentet publike i bën institucionet të jenë llogaridhënëse dhe të përgjegjshme kundrejt publikut. Rrjedhja e lirë e informacionit luan rol të rëndësishëm në krijimin e besimit mes institucioneve publike dhe qytetarëve të vendit. Kjo gjithashtu rrit komunikimin mes institucioneve publike, duke e bërë në këtë mënyrë administratën publike më efikase dhe më efektive. Ndërkaq Milaj Morina nga Qendra për Politikë dhe Avokim ka thënë se nga dhjetori i vitit 2011 deri në maj të 2012-s, kjo qendër ka dërguar diku 247 kërkesa për qasje në dokumente publike dhe përgjigje nga ato janë marrë në 111 sosh ose 45%. Nga to, qeveria e Kosovës ka kthyer përgjigjen në 50% të kërkesave që ne kemi dërguar, komunat në 35% kërkesave. Gjykatat kanë qenë më neglizhente ose nuk kanë kthyer përgjigje, domethënë nga 9 kërkesat që ne kemi dërguar, kemi pranuar vetëm 2 përgjigje, domethënë, ose në 22.2% të rasteve. Agjencitë e pavarura, ndërmarrjet publike kanë qenë më transparente në fazën e parë të monitorimit. Kjo, domethënë, prej dhjetorit deri në shkurt të 2012-s. Zyra e kryeministrit ka lejuar 60% të rasteve, nga 5 kërkesa janë dërguar, në 3 është lejuar qasje, ndërsa zyra e presidentit 1 kërkesë 1 herë është lejuar qasje.